Exporil Kosova ngërtan në vete të gjitha kompanitë që lidhen në sektorin e ndërtimit, përfshirë kompanitë ndërtuese, materiale ndërtimore, kompanitë të patundshmërive, po ashtu e kemi edhe sektorin e bankave, kështu kemi kriju një zinxhir për t'ja lehtësu vizitorëve apo klientëve potencial prej momentit kur ata veç vendosin të blejnë shtëpi, të blejnë banesë apo edhe të ndërtojnë shtëpi, sepse ceka që kemi edhe materiale ndërtimore. E kemi kriju një zinxhir dhe përveç asaj që kompanitë kanë mundësin të promovojnë vetën e tyre, ja u kemi lehtësu edhe të kenë në një vend të gjithë zinxhirin e kompanive që ndërlidhen në fushën e industrisë. Solutions dhe Modos ka kriju një super ekip dhe e kemi një rrugë pak më të lehtë në organizimin e eventeve. Është e vështirë, por kur e ke një ekip të specializuar në secilën fushë dhe të organizuar mirë, atëherë gjithçka bëhet. Përfaqësojmë më shumë pjesën të një në ndërtesave që përbëjmë në Durrës, që është Durrës Tower, në ndërtesat më cilësore edhe reprezentative të kompanisë. Se ndodhemi në qendrën të Durrësit, në qendrën historike të Durrësit, kështu që jemi 100 metra nga bashkia, 100 metra nga deti edhe nga porti, jemi në një pozicion shumë strategjik. Edhe besoj se do jetë një zhvillim që do japi një si simbol për gjithë qytetin e Durrësit. Që kemi ne, jemi ke stendi numër 7, jemi në një pozicion shumë të mirë edhe jemi të kënaqur në kjo panajër, se jemi në një pozicion edhe brenda të një qendër komerciale, kështu që edhe persona që nuk e dinë që është kjo event mund të kalojnë na vizitojnë. Kemi oferta të dedikuara për personat që janë duke ardhur këtë ditë të panajërit, edhe shpresojmë të kemi akoma më shumë njerëz. Benefitje po njihemi me një target të ri, që normalisht nuk vinte kene ke zyrat të ty, që shpresojmë të kemi akoma më shumë lidhje edhe benefite të përbashkët, se gjithmonë një kolaboracion lind të jetë win to win në ato dy. Në momentin jemi shumë të kënaqur me prezencë, domethënë na është dita e dytë sot, dje ka qenë një fluks i mirë i vizitorëve që na kanë vizituar. Po unë mendoj që pjesëmarrja panajër është domosdoshme për një biznes që do të zhvillu, sepse jemi afër klientave të ndryshme, domethënë na kemi disa lloj klienta, i kena depot, i kena individët, edhe në panajërit e ofron mundësinë gjithëve me të pa, edhe me bu prezantime, e kena pjesën ku i bëjmë prezantime direkt, domethënë ku njerëz mundën me provu materialet e ndryshme, edhe me dhënë përshtypjen e tyre, se edhe feedbacku i klientit është shumë i rëndësishëm. Masi veç që kemi lancu platformën që një dhe ditë, është e rëndësishme për shkak notoritetit, të bëhemi ndoshta më të famshëm edhe këtu në treg të Kosovës edhe në Shqipëri, sepse kemi edhe ambicie të zgjerohemi më pas në të gjithë Ballkanin, dhe kjo ishte ideja. Do të jemi prezent në çdo panajër ku do të bashkohemi edhe me profesionistë tjerë të tregut të patundshmërisë. Në Kosovë është hera e parë për ne, pasi veç edhe kemi bërë lancimin para 10 ditë. Është mirë, po më pëlqen, sepse secilën herë po mendoj që edhe këtu në Kosovë kemi treg dhe po investohet sa herë më shumë nga kompanitë dhe nga profesionistë në patundshmëri, që normal të marrim pak shembull për mirë nga Evropa dhe nga eksperienca edhe nga profesionistët nga diaspora për të mundu të paktën edhe ne në Kosovë në tregun tonë me kanë sa më profesional.